Paka shumë ajo që ndodhi. Po, tani mund ta tregosh ti. Tani Blinken ra në një grack, pavarësisht cilësisë së pyetjes që ju e vini në diskutim, ra në një grack të cilën nuk ja ngrita, duke ju përgjigjur një pyetje të cilën nuk ja bëra, rreth një vendimi të cilin nuk e ka marrë ai. Ka 3 momente kohore kontradiktore që e delegjitimojnë vendimin e pa argumentuar dhe arbitrar të Blinken për, le të themi, të departamentit të Sorosit për të sankcionuar doktor Berishën. Momenti i parë është momenti ku vetë Berisha gjendej në kohën e sanksioneve. 1 dekadë më herët, ai me një gjest tërësisht kalorsiak kishte humbur zgjedhjet, ose më mirë të themi nuk i kishte fituar. Ishte një deputet i thjesht në parlamentin shqiptar, që ndante her pas here me ne statuse në Facebook, në mbrojtje të interesit publik, siç e mendon doktori, dhe ka të drejtën e tij ta bëj këtë. Momenti i dytë, Adi, është momenti në të cilin gjendej Shqipëria. Në 14 vitet e sundimit e Edi Ramës, Shqipëria e tij ka gjelbëruar nga hashashi, ka zbardhuar nga kokaina dhe ka nxirr nga krimi i organizuar dhe korrupsioni galopant. Aq sa detyron Departamentin e Shtetit që një heraz me urimin për festën e çlirimit të na kujtoj që të bëjmë edhe pak kujdes me bandat. Mirë, për Blinken, këto jo vetëm që nuk shihen si probleme, po madje janë edhe komponent të rëndësishëm që përbëjnë një lider siç e quan ai të shquar. Momenti i tretë është edhe më rëndues për djalin e keq, siç e quan Departamenti i Shtetit vet tashmë, Blinkenin, sepse një tjetër sekretar shteti amerikan, në kohën kur ne, Partia Demokratike, ishte në pushtet në 2012, ishim në apogje, vjen këtu, sekretar amerikan i shtetit, po do e majt, po do edhe fasha e Sorosit në të majtën amerikane, dhe thot, pas një fjalimi mbreslënës në parlamentin shqiptar, se demokracia në Shqipëri, kjo e Sali Berishës, jo vetëm që funksionon, por është një shembull për të marrë, për ata që kanë memorje, nga vendet rreth e rrotull. Tashti e heqim pjesën time të angazhimit politik me Partinë Demokratike. Si qytetar i thjesht, pyetja ime është, zotri, tani unë dua të di, ju dikur na keni vlerësuar sistemin, ndërkohë sot na sankciononi individin. Tani unë cilin version të departamentit të Sorosit si duhet të besoj? Versionin që jemi një role model, pra jemi një model demokracie, apo versionin që e thënë në gjuhë Surreli, fajin e ka Saliu për çfarë do që i ndodh këtij vendi në 14 vitet e fundit. Këtë besoj. Besoj këtu kemi ngecur. Dhe me që kemi ngecur këtu, duke patur parasysh vetë ti ke shumë të drejtë kur përmend, dhe unë nuk e dija që në Departamentin e Shtetit ata si me thënë i kanë vënë këtë nofkën kaluse, pra shoqëruese Blinkenit like a bad boy. Bad guy. The bad guy. Por duke patur parasysh ajo që vetë administrata Trump tregoi, ose më saktë një lloj de-sorosifikimi që nuk besoj se ka shkuar thellë si proces, po ata, në mos gaboj, sa kam unë informacion, ata bën një numër njerëzish let go, si që ishte për shembull Yuri Kim e disa të tjerë, me idenë që të vinin një balans në institucionin e zbalancuar të mbyllën USAID-in që kishte një frikë të madhe që ishte në influencat sorosiane për të çuar fuqinë e Sorosit të pothuaj në gjithë botën. Si me thënë, kjo administrat bashkë me kongresmenët dhe senatorët republikan thanë që si me thënë, procesi është një proces silures